Zoti Berisha, dhe një pyetje. Si e ka pritur Partia Demokratike ftesën e presidentit amerikan Donald Trump për Edi Ramën si kryeministër i Shqipërisë për të qenë antar themelues i bordit të paqes për Gazën? Dhe si do të votoj Partia Demokratike në parlament për shkak se marrëveshja ftesa do të shkojnë në parlament për votim? Së pari, me aq sa di unë, se ç'është e vërteta, do të thonë, çfarë di nga mediat. Nuk jam dhe ndonjëherë të mediave janë të sakta, po edhe mund të jenë të parafërta. Ftesa për bordin e madh të paqes, se ka dy borde, e keni është kuptuar. Njërin e kam lexuar disa herë, janë dy biles, njëri është ekzekutiv, tjetri është bordi këshillues, që është për autoritetin e Gazës. Bordi i paqes, si me sa di unë, janë shpërnda ftesa për shumë e shumë vende. Pra, presidenti Trump aty ka ftuar vendet. Në Shqipëri, shefi ekzekutivit nuk është presidenti, është ceremonial presidenti. Ceremonial. Kështu që ftesa në këtë rast, sepse ka probleme ekzekutive, i takon kryetarit të qeverisë. Kjo është komenti im. Nuk kam asnjë lloj komenti tjetër, dhe kjo, ju mund të mendoni se kjo forcon apo pozicionin ndërkombëtar të Edi Ramës apo në Shqipëri, absolutisht jo. Çfarë do ftese që të marrë, Edi Rama mbetet një narko-diktator. Por natyrisht është njeriu që përfaqëson Shqipërinë. Sa tjetë aty, ftesat për Shqipërinë do t'i marrë ai. Kaq. Do të votoni pro? Unë nuk di një radhë parë se kjo shtrohet në parlamente. S'kam dëgjuar ndonjëherë që kjo shtrohet në parlamente. Është marrëveshje ndërkombëtare. Nuk di të shtrohet në parlament, nuk them. Pra, edhe e para, e dyta, e vërteta është të jemi sinqert. Ka disa opsione. Një mendim është se këtu duhet zëvendësohet Organizata e Kombeve të Bashkuara. Një vendim tjetër, unë mendova në fillim, po nuk ishte mase i pasakt, është një lloj koalicioni Willy, që u krijuar në rastin e Irakut, nëse u kujtohet, meqense shumë vende e kundërshtuan angazhimin në Irak, atër qeveria e Shteteve të Bashkuara krijoi atë që u quajt koalicion Willy, koalicioni i vullnetit, ku edhe ne morëm pjesë dhe unë kam shkuar si kryeministër në Mosul për të takuar, nuk u kërkuan fonde, u kërkuan forca ushtarake dhe ne çuam simbolikisht. Pra, unë po e ndjek këto zhvillime, një gjë është këtu, që duhet ta pohojmë. Paqja në Gaza ishte në vlerësimin tim dhe çdo njeriu një arritje e jashtëzakonshme. Paqja në Gaza, se ishte shumë situate vështirë. Ju e keni parasysh, aty, domethënë, vrasjet shtoheshin ditë për ditë, dhe ajo është ndërprer. Tani, presidenti Trump njerë shpalli planin 22 pikash, të cilin e ka të miratuar në OKB. Plani i presidentit për Gazën ka marrë mbështetjen e Këshillit të Sigurimit. Në këtë kontekst, baza ligjore ndërkombëtare ekziston. Sa është përputhur me rezolutin e Këshillit të Sigurimit, unë kthe nuk mund ta, është çështje që ndërkombëtare. Zoti Berisha, për ta vijuar pyetjen e kolegut, në kohën që ne po flasim, qeveria e ka miratuar aderimin e Shqipërisë në bordin e paqes për Gazën, ndërsa sipas burimeve pritet që ditën e nesërme të mblidhet kuvendi për të kaluar, po themi, këtë marrëveshje. Cili do të jetë qëndrimi i Partisë Demokratike, sepse nëse do të mblidhet nesër, nuk kam asnjë për këtë. Do të shoh. Unë po informohem nga ju. Parimisht si duhet jetë vota e opozitës? Parimisht.
Ne mbështesim plotësisht përpjekjen dhe vlerësojmë lart përpjekjen për paqë në Gaza. Planin për paqë të presidentit Trump. Nuk di se cilat janë asgjë tjetër më shumë se kaq. Sepse, siç e dini vetë, të dhanat janë të ndryshme. Ndaj dhe kjo urgjencë ka për qëllim se unë nuk shoh një urgjencë. Qoftë se e bën me urgjencë dhe ta bëj. Po është tjetër, ti je dakord dhe tjetër ta bësh me urgjencë. Asgjë nuk e shpëton. As një bord, as një vizitë, as një takim nuk e shpëton nga verdikti i datës 24, sepse ai këtë urgjencë e lidh me protestën. Me datën 24 janar, Tirana dhe Shqipëria do t'jetë e tëra në rrugë kundër kryeministit më të rryer të kohrave pas Enver Hoxha. Isha dhe i pyetjet fundit se u zgjat shumë, por a keni një koment në lidhje me deklaratat e kryeministrit për që në tavolinë të jetë edhe mbyllja e radio-televizionit shqiptar duke kritikuar menaxhimin? Pra keni ju një koment në lidhje me radio-televizionin shqiptar dhe kërcënimet që ka bërë zoti Rama? Kërkesa e tij për të mbyllur televizorin shqiptar nuk ka diskutim, që është një kërkesë me të cilin kërkon të nxjerr, të vjedh ndonjë gjë dhe të ndaj fitimet me ndonjë mik të tij që don t'ja jap. Nuk mund të them se ka hallin tek censura, masi për kështu, ai censurën e ka omniprezente, po thuaj. Nuk dallojun asgjë midis top tunelit dhe ETSH-s. Nuk shoh në dallim. Ndaj dhe këtu kemi të bëjmë punë pazarësh, që ai është i pangopur. Është i pangopur. Nuk mund të them se është punë censure. Jo, sa i censurën e ka, ku do. A e pati. Fal toka, fal ndërtesa, fal këto, fal ato, i fut në sqetull, u jep hotele, u jep gjëra, kështu që nuk është këtë qëllimi, është i ka bërë një pazar me një të vetin edhe do ja hap atij për nda parën e te. Faleminderit.